e mërkur, dashi, dita të jep impuls për të nisur diçka të re në plane personale. Një ide e lëmë pesull meriton t'i kthesh me më shumë seriozitet. Ruaj energjinë për gjëra që vërtet kanë pesh. Demi kërkon stabilitet dhe siguri. Prandaj sot rutina duhet parë me qetësi. Ritmi i ditës përmirësohet nëse heq një zakon që të lodh dhe shton një zakon që të qetëson. Mos e nënvlerëson një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës. Binjakët, sot komunikimi është shelsi, por duhet kujdes me tonin në vendime. Mos u shtyp pafund atë që e di se është mbyllur. Vendosmëria sot të çliron. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Gaforja, një njeri i afërt mund të ndikojë të mënyra se si e sheh humorin. Ruaj njerëzit që të japin qetësi dhe largohu për pak nga zhurma. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Luani, mos kërko vetëm duartrokitje. Në dashuri vlen më shumë sinqeriteti. Në dashuri flirti në qetësi, një fjalë ngrohtë mund të ndryshojë gjithë atmosferën. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Virgjëresha, dita favorizon organizimin dhe përmirësimin gradual të financave. Mos merr vendime vetëm nga dëshira e momentit. Llogariti mirë para se të premtosh. Ruaj energjinë për gjëra që vërtet kanë pesh. Peshorja, balanca është fjala kryesore dhe të ndihmon të shmangësh tensionin në plane personale. Një ide që të lën pesull meriton të kthehesh me më shumë seriozitet. Mos e nënvlerëson një detaj të vogël që të vjen gjatë ditës. Akrepi, sot mos e tepro me kontrollin, sepse rutinë kërkon më shumë besim. Ritmi i ditës përmirësohet nëse heq një zakon që të lodh dhe shton një zakon që të qetëson. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Shiqetari, një bisedë e hapur mund të sjellë frymëzim për vendime. Mos e shtyp pafund atë që e di se është e mbyllur. Vendosmëria sot të shiron, në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Piciapi, mos mbaj gjithçka mbi supe, në humor mund të kërkosh mbështetje. Ruaj njerëzit që të japin qetësi dhe largohu për pak kohë nga zhurma. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Ujori, dita të nxit të eksperimentosh dhe të gjesh një zgjidhje origjinale për në dashuri. Në dashuri flit me qetësi. Një fjalë ngrohtë mund të ndryshojë gjithë atmosferën. Ruaj energjinë për gjëra që vërtet kanë pesh. Peshqit, intuita të udhëheq bukur dhe të ndihmon të ndihesh drejtim në financa. Mos merr vendime vetëm nga dëshira e momentit. Llogarit mirë para se të premtosh. Mos e nënvlerëson një shenjë që të vjen gjatë ditës. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.